kemi sot të shkruar. Ju duart trokitët tani le të themi veprat vizuale të cilat ruhen në arkivin qendror shtetëror të filmit, i vetmi institucion kombëtar që ne kemi dhe që i ruajmë sigurisht me fanatizëm dhe për atë arsye janë vepra trashëgimore. Unë doja në fakt të dal pak nga kjo pjesa e protokollit si titullare, një duartrokitje shumë për të birin e Endri Kekos, Ilir Keko, i cili ju nuk mund ta shihnit. Unë kam përballë dhe ju jo, por pash kaq të emocionuar dhe të përlotur, njëkohësisht i mora dhe unë ato emocione sepse edhe unë u ndjeva vajza e një prindi. Kështu që Ilir, faleminderit edhe shumë urime për gjithë punën që bën, që vazhdon të lartësosh ato figurë të lartësuar të prindërve të tu, sepse jo vetëm Endri Kekos, po edhe Xhanfize Kekos janë botime shumë të bukura, të cilat arkivi është vërtet shumë mirënjohës, sepse ne kemi çfarë t'i tregojmë shumë vizitorëve ndërkombëtar kur vinë dhe duan materiale për të studiuar, duke qenë që vetë si institucione ndoshta nuk e kemi shumë mundësinë për të botuar e tjerë. Kështu që faleminderit ju. Doja ta nisja pak le të themi figurën e Endri Kekos jo vetëm me superlativa, por me pon dhe jon, të cilën e ndeshemi shpesh sot për këto vepra audiovizuale që ruajmë si institucion. Iliri e ka prekur shumë bukur që në fillim të librit, ku duhet sundoj poja apo joja për ta nxjerrë këtë botim apo për veprat që ne ruajmë. Dhe kush më mirë se sa unë në fakt, duke qenë një brez i ri, ta përfaqësoj me një po të madhe që po këto vepra janë vepra arti dhe vepra trashëgimore të ruajtura përjetësisht për gjithë vlerat artistike dhe historike që mbajnë në brendin e tyre. Kinoregjizori Endri Keko është një figurë e shquar në historinë e kinematografisë shqiptare, i cili u bë pjesë e rëndësishme që prej fillimeve të saj. Endri lindi dhe u rit në një periudhë të turbut në historinë shqiptare, por talenti dhe angazhimin e tij në fushën e kinematografisë e bën atë një prej personaliteteve më të rëndësishme të kësaj fushë në Shqipëri. I lindur në Shtetet e Bashkuara në 31 marsin e vitit 1924 dhe i rritur në fshatin Darkë të Korçës, e vendosën Endri Kekon në kontakt me ngjarjet historike të kohës së tij dhe me realitetin e fshatrave shqiptar. Në moshën relativisht të re, ai u përfshi në luftën partizane kundër pushtuesve dhe luajti një rol aktiv në lëvizjen e rezistencës. Dhe është e shpjeguar shumë bukur ndërreshta në fakt e gjithë kjo periudhë. Unë jam mahnitur se ndoshta nuk i përkas fushës në të cilës mund të kem studiuar shumë për këto lloj periudhash, siç është lëvizja e luftës antifashiste nacional shërimtare dhe aty ndërkohë në reshta projektoria një djalosh të ri kaq të guximshëm, i cili të dilte, le të themi, jashëryme. Do kisha dashur të mendoja në ditët e sotme nëse ky djaloshi do të ishte çfarë mund bënte me gjithë ato fuqi që ka pasur në atë kohë, në ato vite të vështira. Ishte vërtet shumë bukur, sepse më duhet të flas për emocionet e mia ndërkohë që lexoja ndërreshta. Pas çlirimit të vendit, Kekos u dha rasti të ndjek karrierën në kinematografi. Fillimisht ai studioi në Mos si regjisor filmi dokumentar, një fushë që në Shqipëri nisi të marrë zhvillimin në atë kohë, pas luftës. Pasi kthehet në Shqipëri, ai bashkë me kolegët e tij nisi aktivitetin në kinostudion Shqipëria e Re, ku ne sot vërtet jemi krenar për gjithçka kemi, duke filluar kështu një udhëtim të gjatë dhe të ndritur në botën e filmit. Regjizori Endri Keko shuhet për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në krijimin e filmit dokumentar në Shqipëri. Ai prodhoi dhe drejtori një gamë të gjerë të filmave, duke përfshirë dokumentar, kronika, kinozhurnale dhe filma artistik. Veprat e tij shuhen për thellësinë e tyre, përballjen me realitetin shoqëror dhe historik të kohës së tyre, si dhe për cilësinë artistike në veçanti të tyre. Në karrierën e tij, Endri Keko fitoi një sër çmime të rëndësishme ndërkombëtare dhe vendore për punën e tij, duke përfshirë çmimin e nderit në Festivalin e Filmit në Karlovy në vitin 1952 dhe kupën për filmin më të mirë dokumentar në festivalet e filmit shqiptar në vitet 77 dhe 1979. Në fakt, në reshta shpjegohet shumë bukur emocionet, sepse nuk është thjesht një ditar në të cilën janë shprehur disa
momente që kanë ndodhur gjatë ditëve apo gjatë gjithë jetës. Ka shumë emocione brenda reshtave, të cilat Endri Keko ka shprehur për shembull për çmimin e nderit që ka marrë në festivalin e filmit në Karlovi, shpjegon kaq bukur emocionet e tij se si ka jetuar ato kur ishte thjesht në nisjen e tij të rrugtimit si regjisor. Këto suksese u bën për atë një figurë të ndritur në kinematografinë shqiptare dhe një burim frymëzimi për brezat e ardhshëm të regjisorëve dhe artistëve. U nda nga jeta më 8 prill 89 në Tiranë, por edhe pse kaluan shumë vite që nga largimi i tij nga skena e kinematografisë, trashëgimia e Endri Kekos vazhdon të jetë shumë e rëndësishme. Ai ka dokumentar e kronikal të realizuar nga viti 1951 e deri në vitin 1979. Endri na ka lënë një trashëgimi të vyer me materiale arkivore që dokumentojnë një periudhë të rëndësishme ndryshimesh në jetën e vendit tonë, imazhe të një realiteti që sot nuk është më, dhe ne sot jemi me fat që e ruajmë në fondin arkivor të arkivit, e që mund ta vëmë në dispozicion të studiuesve të gjithë atyre që përdorin materiale arkivore filmike. Dhe duhet thënë që ato që përdorin materiale arkivore filmike janë të shumt. Ne që jemi në institucion e shohim që dita ditës shtohet interesi për këto materiale. Aktualisht që faqja është online, pothuajse të gjithë këto dokumentar, le themi në thojza, merren me pa të drejtë vidhen për të shfaqur, për të transmetuar në formën e rrjeteve sociale apo çfarë. Unë nuk e kam parë si një gjë shumë të keqe, sepse, arkivi e ka vendosur me një preview only aty dhe me një rezolucion shumë t'ullët, I cili kushdo që ka interes pastaj t'i drejtohet institucionit për të bërë një material akoma më dinjitoz me shfaqje apo me një vepër të re të krijuar. Kështu që unë nuk e kam parë me syrin e keq, e kam parë me syrin e mirë që do thotë ka një interes dhe ka një nostalgji kaq të madhe për Shqipërinë dhe për artin e tyre. Filmat e tij vazhdojnë të shfaqin pasuri të jashtëzakonshme të kulturës dhe historisë së Shqipërisë dhe të mbeten një testament I fuqishëm për aftësinë e tij si regjisor dhe kontributin në zhvillimin e kinematografisë shqiptare. Ne gjithashtu jemi shumë falendërues zotit Ilir Keko, birit e Endrit dhe të së dashurës Xhanfize, I cili me shumë skrupulozitet dhe dedikim ka përmbledhur punën e prindve artistë në botime shumë të vlefshme. Dhe sot na ka dhuruar këtë libër kaq të rëndësishëm, plot me detaje të panjohura dhe shumë interesante nga jeta dhe veprimtaria e kinoregjisorit Endri Keko, dhe njëkohësisht nga puna intensive që bëhej në kinostudio për të na lënë si dhuratë në brezave që do të vinë 4 art të bukur që është kinematografia shqiptare. Këtë art të bukur që është kinematografia shqiptare. E mbylla me këtë fjalë që na ka lënë një pasuri me një punë intensive, sepse në libër theksohet shumë qartë orët dhe netët të cilët punonin këta artistë në kinostudio. Mund të rinin deri në 4 net, 5 net, pa fjetur fare, derisa të mundin dhe të nxjerrin atë çfarë ato vetë kërkonin nga vetja e tyre dhe sigurisht edhe pjesa hierarkike kërkonte në kohë për tu shfaqur. Unë kam ngele befasuar sepse si një brez I ri ndoshta nuk kam mundur dot edhe t'i kem shumë afër të gjithë kineastët, por kanë bërë një punë me vetmohim, le të themi, aq më tepër që në shumë raste është dashur të krijojnë metamorfoza, të shikojnë metamorfoza të reja të vetes së tyre, të veprave të tyre, se jo gjithkush ndoshta ka dashur të jetë aq diktuar me një tematik apo me një detaj që mund të kenë materialet. Kështu që nuk ka qenë lehtë për to. Sot jemi në kushtet që mund të zgjedhim vetë, mund të krijojmë vetë në lirinë tonë të plotë. Kushtet e atëhershme kanë pasur deri diku diktimin e tyre se drejt ku duhet shkohej, ndaj unë e them këtë sepse edhe si artiste që vi vetë kërkoj lirinë maksimale të sjell një vepër arti. Kështu që unë do doja ta vazhdoja bisedën dhe këtë ndarjen e këtij libri me njëri tjetrin, duke ftuar akademikun Gëzim Hoxha, kryetari I seksionit të shkencave shoqërore dhe albanologjike, për të përshëndetur në emër të kryesisë së Akademisë së Shkencave. Faleminderit.
I nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi. Të nderuar personalitetet artit dhe të kulturës shqiptare të pranishëm. Të nderuar familjar të artistit të popullit Endrik Eko. Të nderuar pjesëmarrës. Është një privilegj i veçantë për mua që të përshëndes në emrin e kryesisë së Akademisë së Shkencave për një figurë kaq të nderuar sa që është figura e artistit të popullit Endrik Eko dhe me rastin e botimit të ditarit të tij si një kinoregjisor shumë i spikatur në kulturën shqiptare. Aktiviteti i sotëm, Endrik Eko ditari i një kinoregjisori, është bashkëorganizim i Arkivit Qendror të Filmit dhe Komisionit të Përhershëm për Art dhe Trashëgimi në Akademinë e Shkencave. Ky aktivitet kryhet në vitin jubilar të 100 vjetorit të lindjes së artistit njohur, duke kurorzuar me botimin e ditarit të tij shumë të pasur. Fatmirësisht, ky ditar është përgatitur për botim në kujdesin e veçantë nga djali i tij, Ilir Keko. Me këtë rast, mund të ripohojmë se Akademia e Shkencave, krahas politik bërjes, nxitjes dhe mbështetjes së kërkimit shkencor në Shqipëri, është për herë e më tepër afër figurave të artit dhe të kulturës shqiptare për të promovuar dhe nderuar veprën e tyre. I lindur në vitin 1924 në shtetin Maine të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i kthyer në atë si një fëmijë e i rritur në fshatin Dardh Kors, Endrik Eko përjetoi jetën reale të fshatit shqiptar të viteve 30 dhe të kohës së luftës. Pikërisht në këtë vit të 80 vjetorit të luftës antifashiste, e gjejmë me vend të ripohojmë se qysh në moshë relativisht të re, Endrik Eko u përfshi në luftën kundër pushtuesve dhe luajti një rol aktiv në lëvizjen e rezistencës, duke u bërë pjesë e brezit të çlirimtarëve të vendit. Pas çlirimit, Endrik Eko vendosi të ndjek rrugën e bukur të kinematografisë, të cilës i kushtoi gjithë jetën. Fillimisht, ai u specializua në Moskë si regjisor i gjinisë filmit dokumentar. Pasi kthehet në Shqipëri, ai bashkë me kolegët e tij bashkëthemeloi studion e parë të filmit shqiptar, duke hapur kështu një udhtim të gjatë dhe të ndritur në botën e filmit. Në këtë udhtim të gjatë artistik si kinoregjisor, ai arriti të livrojë me sukses shumë zhanre të kinematografisë, që nga filmi kronikal, kinoreportazhi, kinorevistat, kinopoemat, kinoportretin, filmi pamflet biografik, muzikor, historik, dokumentari me subjekt e deri tek filmat artistik. Me veprën e tij, kinoregjisori Endrik Eko renditet sot si një përfaqësues shumë i denj i rendit parsor të shkollës shqiptare të kinematografisë. Me veprat e tij krijuese, ai fitoi shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është nderuar me titullin e lartë artisti i popullit. Ai vazhdon të konsiderohet edhe sot si një nga personalitetet më të shquara të kinematografisë shqiptare. Po veçojmë një nga vlerësimet më të koncentruara që gjenden sot në publicistikën më të mirë shqiptare. Citoj, Endrik Eko, i mirënjohur nga publiku kryesisht si regjisor i filmit dokumentar, për afro 30 vjet, ai fiksoi në ekran jetën e shqiptarëve në të katër anët e vendit. Njerëzit me shembullin e tyre udhëhiqnin rinërtimin dhe më pas ndërtimin e vendit. Intelektualët më të spikatur që i bënin nder vendit, ngjarjet më madhore të Shqipërisë, me krijimtarinë e tij në harkun kohor të viteve 1952-1979, regjisori Endrik Eko ishte padyshim firma e parë e filmit dokumentar shqiptar, personaliteti më i spikatur i kësaj gjinie dhe më i vlerësuar. Citimi është marrë nga gazetari Ben Andoni. Të gjithë këta vlerësime janë sot edhe arsyeja themelore që organizatorët nga Arkivi Qendror i Filmit dhe Komisioni i Përhershëm për Art dhe Trashëgimi të Akademisë së Shkencave na kanë bashkuar sot këtu për të kurorzuar botimin e ditarit të këtij personaliteti të shquar të kulturës shqiptare. Fatmirësisht, ky botim është përgatitur nga djali i tij Ilir Keko,
dhe është botuar në kuadrin e vitit jubilar të 100 vjetorit të linjës së tij. Vlerat e botimit dhe detajet besoj se do na bëhen më hollësisht me dije nga folësit pasues me këndvështrimet e tyre më të specializuara. Pas këtij botimi dinjitos që kemi sot në duar, ne mund të pohojmë me bindje se në historinë e arteve të Shqipërisë dhe posaçërisht në kinematografi ka një vend të posaçëm dhe shumë të denjë për krijimtarinë e Endri Kekos dhe madje edhe të familjes së tij me bashkëshorten dhe trashëgimtarët e tij. Jeta e këtij personaliteti përputhet me një segment kohor të historisë me një segment kohor me plot histori. Endri Kekos dhe brezit e tij idealist i takoi të kontribuonte për 3 gjëra të rëndësishme: për luftën dhe çlirimin, për paqen dhe ndërtimin e vendit dhe për kulturën, e cila i vuri vulën e nderit jetës së këtij personaliteti të njohur. Ju faleminderit. Ja kaloj fjalën bashkosit të Endri Kekos dhe regjisorit Piro Milkani. Okay, shumë mirë. Ndes në rregull. Përshëndetje të gjithëve, që të jemi sinqert. Unë mendova se Iliri historikisht është përpjekur shumë për prindrit e tij dhe për vllain e tij në botime librash dhe mendova se Iliri sot do na servirte një librush këtë vogël. Jam i befasuar ka volumi i madh i këtyre kujtimeve të Endri Kekos dhe besoj që do të ketë kujtime me shumë vlerë në këtë libër që ai e ka shkruar për vitet të tëra. Unë kam pasur privilegjin të bashkëpunoj, ose më mirë të them që në filmin e parë me Endri Kekon. Sa po isha kthyer nga Praga dhe kisha përfunduar studimet, u paraqita të nesërmen në Kino Studio dhe nën drejtori atëhershëm Niko Koleka, se s'kishte drejtor, Lazar Siliqi, Lazar Lipivani ishte i smur, më priti me fjalë të mira, por më tha dy gjëra. Ti tha, je i mirë se ardhur në Kino Studio, po çfarë do bësh? Tani tha që nesër e tutje. Po që nesër thash do shkoj deri në Korçë të takoj prindrit dhe të afërmit e mi se kam 4 vjet, pa i parë. Edhe Nikoja më thot, do shkosh në Korçë, po jo më shumë se 3 ditë. Ti ke një detyrë të rëndësishme. Endri Keko në atë kohë përgatiste një dokumentar shumë të rëndësishëm me skenar të Fadil Paqramit dhe të Niko Kolekës me titullin Kalitja, për arsye se në nëndor të 61-shit bëheshin 20 vjet nga dita e themelimit të Partisë Komuniste Shqiptare. Kështu që tha ti ke një detyrë të rëndësishme do punosh me Endri Kekon. Dhe ashtu u bë për gati 3 muaj i ram kryeqytetar Shqipërisë me me Saim Kokonën dhe me një Nikon, ma thuj mbi emrin Niko tani, Niko Theodosin, me në krye Endri Kekon xhiruam shumë episode të rëndësishme dhe në 8 nëntor e paraqitëm atë film. Mbas një viti, Endri ishte krye regjizori i festimeve të 60 vjetorit, të 50 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Në atë kohë, në nëndor, me 21 nëndor, qeveria e Tiranës transferoi në Vlorë dhe gjithë Kino Studio po ashtu shkonte për të fiksuar gjithë aktivitetet artistike, politike dhe kulturore që ndodhnin në Vlorë. Ky ishte bashkëpunimi i dytë me Endri Kekon dhe pastaj unë nuk u takova më me të, por bashkëpunimi me Endrin dhe miqësia me Endrin vazhdoi gjithë jetën. Unë e njoh krijimtarinë e Endri Kekos, por do të nënvizoja, do t'ju kujtoja vetëm një histori, një film dokumentar. Duke qenë njohës i historisë së kinematografisë botërore, mund t'ju them që një nga kryeveprat
e dokumentaristikës botërore është filmi dokumentar i regjisorit amerikan Robert Flaherty, i cili për disa muaj u spostua nga Shtetet e Bashkuara në Alaskë dhe jetoi me eskimezët 6 muaj për të realizuar filmin dokumentar të famshëm Nanuku, njeriu primitiv. Dhe mos ma merrni për egzagerim, por kur kam parë një film dokumentar të Endri Kekos me titull Në mos gaboj, do të më ndihmoj dhe Iliri shtigjeve malore të vendit tim, Endri Keko me grupin e vogël të tij të filmit ka bërë të njëjtën gjë që ka bërë Robert Flaherty. Ka shkuar diku në jug të Shqipërisë në Llogora dhe ka ndjekur për 10 apo për 15 ditë në këmbë një kope bagtish, të cilat zakonisht tradicionalisht lëviznin nga zonat malore për të dimëruar në Bregdetin shqiptar, në Vlorë, në Sazan, në Karaburun dhe për të kthyer pastaj deri në Korçë. Pra, vetëm atë dokumentar, po të keni mundësi në YouTube ta kërkoni dhe ta gjeni, do kuptoni që ai film ka të njëjtën vlerë që ka Robert Flaherty. Dhe çdo gjë që ka xhiruar Endri Keko është një dëshmi e rrallë dhe e rëndësishme dhe përbën një pasuri të madhe kombëtare e cila fatmirësisht është e arkivuar dhe e depozituar në arkivin shtetëror të filmit shqiptar. Merita e dytë e Endri Kekos është shpirti i tij liberal dhe shpirti i tij tolerant dhe mirëkuptues. Është merit e Endri Kekos dhe ndoshta e nënës së tij që i hapën rrugën, i krijuan mundësi një regjizore të shquar siç ishte Xhanfise Keko. Endri u privua nga punët e rëndësishme dhe i kushtoi shumë vëmendje dhe dashuri dhe përkujdesje gruas bashkëshortes së tij, e cila realizoi një seri filmash me tematikë në fëmijëve që sot përbën një pasuri kombëtare gjithashtu. Dhe pika e tretë për cilën do ndalem se këtu njerëzit pasaj mërziten është shpirti mirëkuptues dhe tolerant i Endri Kekos ndaj kolegëve të tij. Nuk dua të viktimizoj veten time, por dhe unë kam pasur momente shumë të rënda në jetën time. Grekët e lashtë thonë se kur zili atë ishte zgjebe, shumë njerëz do ishin smur. Ajo zili që na çonte drejt sukseseve tona të sinqerta në kinematografi, dikë e mërziste shumë. Dhe fatkeqësisht qëllonte që intrigat të bënin të vetën, po për fatkeq këto intriga shkonin deri në Ministri të Arsimit dhe të Kulturës. Dhe nga libri i Endri Kekos, pas kaq vjetësh unë kam mësuar qëndrimet shumë objektive, të vërteta dhe të sinqerta të Endrit ndaj meje dhe shumë të tjerëve. Në momentin kur Ramiz Alia e pyet sekretarin e partisë Kino Studios në vitin 73 Endri Kekon dhe i thot: "Çfarë mendon ti për Piro Milkanin?" Sepse ministria ka dërguar një letër këtu në Komitet Qendror që Piro Milkani të dënohet penalisht që ka dëmtuar Kino Studion me filmin dokumentar të Mithat Fagut. Dhe njëkohësisht ata propozojnë që të largohet për riedukim pa afat nga Kino Studioja. Dhe fjalët e Endrit bën që unë, për fat të mirë, që të mos e zgjas shumë, të qëndronja në Kino Studio dhe sigurisht duke ditur gjithë këto vërejtje ose këto keqdashje, kam ulur kokën në vitin 73 derisa dola në pension duke bërë filmat më të mirë. Prandaj, përfitoj nga rasti të falenderoj Ilirin që i gjeti momentin e dur plot 100 vjet përpara lindi Endri Keko, një kineast i shquar, një njeri dashamirës për të cilin ruaj kujtimet më të mira dhe jam krenar që kam pasur kolegat. Faleminderit shumë. Faleminderit, profesor. Ftoj zotin Ylli Pepo, si regjisor dhe bashkëpunëtor i tij.
Faleminderit Ilir. Të flasësh pas Piros është gjithmonë vështirë. Tregon bukur. Po unë të flas për një periudhë që është pak e njohur, ose ndoshta as pak e njohur, e jetës dhe krimtarisë së Endri Kekos. E kam fjalën për një kohë kur ai erdhi dhe punoi në televizion, për një kohë të shkurtër, po la përshtypjet më të mira. Para se të tregoj për këtë, po flas se si e kam njohur dhe si e kam parë për herë të parë Endri Kekon. Kam qenë vetëm 7-8 vjeç, dhe ju e dini njerëzit në atë kohë, kur kishte një set gjerimi në qytet, grumbulloheshin, fëmijët ishin të parë që grumbulloheshin, sepse setet e gjerimit atëherë ishin si pukantieri, ngrieshin diga të mëdha që ndriçonin, kamera që e madhe shumë me atë boksin për të ruajtur nga zhurma e generatorit të dritave, dhe kështu, si me thënë, një rast të tillë, kam parë për herë të parë Endri Kekon në një fshat të Korçës, ku prindërit e mi ishin mësues. Edhe ai xhironte filmin Letër nga fshati, aty në atë fshatin ku isha unë Zëmlak. Dhe mbaj mend që edhe ne aty u grumbulluam të gjithë në shkollë, se aty po xhironte një skenë, dhe pasi mbaroi, s'kish mbaruar akoma xhirimi që natë, ai drita s'kishte më, u ndez generatori i madh, u ndriçua gjithë fshati dhe ne u gëzuam shumë sepse kishim mundësi që të dëgjonim dhe radion në mbrëmje. Dhe erdhi ndaloi dhe atë natë shtruan një darkë në fshat, aty për herë të parë pash. Edhe pash se kishte shumë humor, qeshte, bile kishte marrë dhe një kitar me vete që i binte. Kur erdhi në televizion, erdhi bashkë me 3 të tjerë, me regjisorin e shquar Kristaj Dhamo, me Dimitër Lalen, operator, edhe me montazhierin e njohur Ismail Balla. Kristajqi dhe Endri ndejnë shumë pak në televizion, kurse 2 të tjerë, si Dimitri, si Ismaili, ndejnë gjatë, për një kohë shumë gjatë. Endri, mbaj mend, rinte në dritare, në televizion në atë kohë ishte 2 dhoma një kuzhinë, ta i quajmë, se kuzhinë ishte vendi studioja ku transmetonte, flas për vitin 1971, transmetonte 4 ditë në javë nga 3-4 orë në ditë, dhe akoma s'kishe hyrë në rrugën e profesionalizmit, si me thënë ishte epoka e gurit e televizionit. Ne, në qoftë se do përdor term muzikor, ne për kineastët e rinj që mbushëm ato studiet e para të televizionit, ishim, si me thënë, ishim kineast me vesh. Nuk ishte asnjë të shkolluar me edukim profesional që të punonte. Kështu që i pritëm mirë këta 4 persona që ishin vërtet të përgatitur dhe kishin një eksperiencë gjatë në rrugën e filmit dhe kishin në vepra që ne emrin e tyre njihnim nga vepra. Me drejtorojnë, me Endrin, filluam të punojmë bashkë një cikël të ri që e hapi televizioni, Shqipëria dhe Unë, dhe filluam me Tirana. Kur paraqita, kam një episod shumë interesant ku kuptohet humori i tij, kur i paraqita atë strukturën, se çfarë të xhironim, ai i numërova, unë ka kaq institucione, kaq fabrika, kaq uzina Tirana këto. Tha, po mirë më thuaj sa puse ka, tha, edhe sa caraca. Se e pa që ajo mënyra si arsyetoja unë ishte shumë skematike. Dhe me marifet e ndryshoj komplet, në qendër është më mirë të jetë njeriu se sa këto ndërtesat që do t'i tha fabrika edhe ashtu. Dhe gjejmë si më mirë që në fillim të karrierës, sepse Endri ka qenë gjithmonë njeri që kërkonte të thyente kanunet,
kërkonte mos kishte sipas skemave, sipas kronologjive. Dhe të gjithë filmat e tij kanë sigurisht një të re, kanë një novitet, nuk janë filma që ai të përsëris veten ose të përsëris të tjerët. Ndenjen pak sepse nuk ishte fusha e tyre. Në ditar Endri thotë që televizioni ka qenë është një vend për të rinjt, jo për ne, megjithëse unë ndihem i ri, thotë, ka shkruar aty, e shikoj që nuk është për mua, megjithatë ato kohë që isha aty punoj, dha një eksperiencë jashtëzakonisht të mirë dhe mbaj mend që edhe filmat që xhirojnë në atë janë në 35 mm, jo në 16, sepse në atë kohë televizioni ishte aq mrapa sa neve punonim me një film 16 në negativ. Ne nuk kuptonim se figura që e vogël, ne nuk kuptonim që atë që ke xhiruar qeshte apo qante, se që negativ. Edhe këta nuk ishin mësuar, vinin në studio, kishin kohë që kishin aty, profesionist, dhe u larguan, por lanë kujtimet më të mira për neve. Faleminderit. Faleminderit. Jap fjalën regjisorit me Vlan Shanaj dhe mik i familjes. Po bëj si pas traditës. Përshëndetje. Përsëri më shkuan syt kështu shumëva me kryetarin, edhe thash kur më thanë që hajte këtu, je mësuar thash me kryetar që të rri gjithmonë, po ja që vinkin e asët edhe të spostojnë. E vërtet apo jo? Po në rastin që jemi mbledhur sot, të gjithë juve këtu që u shikoj jeni të moshës pjekur, edhe e keni parasysh që krimtaria në ekranin shqiptar në atë kohë, kishte në çdo fillim filmi, kishte një dokumentar, kishte kronikë, se s'kishte televizion. Kështu që doni ju do vini në kinema edhe do të takoheshit kryesisht me Endri Kekon. Për mendimin tim, Endri Kekon nuk është regjisor, por është historian i Shqipërisë në lëvizje. Historiani që ka dokumentuar për gjithë ju që jeni skeptik për Shqipërinë, jo se Endri përket erdhi nga koha e mbretërisë, ka lindur në 24. Kështu që kur filloi lufta ishte djalë i pjekur, nuk ishte i vogël. Dhe kaloi edhe luftën dhe erdhi edhe në kohën e komunizmit, po për këtë kohë që sot kërkojmë ta anatemojnë një pjesë, sepse jemi në alternativë. Pra ngrihet ballisti bëhet ero, ngrihet komunisti, i hiqet emri atje nga shkolla dhe del një emër tjetër, kështu, a? Ti je mësuar që të quhet kjo shkollë kështu. Unë jam mësuar për 50 vjet që ta të ashtu mirë, po ndryshon, vjen një histori tjetër. Pra, jemi në një pluralizëm alternativ, e përkrahëm sistemi demokratik në një alternativ të mendimit, ndonjëherë edhe të historisë. Se ju shkencëtarët duhet ta mësoni që ka dhe histori, nuk ka vetëm shkencë. Dhe historia u interpretua sipas përfaqësimit politik. Mirë po, kinemaja nuk ka. Le të hidhen përpjet, le të bëjnë çfarë duan. Është atje e dokumentuar. Atje në për libra mund të shkruani të zgarravisë çfarë të doni, por kinemas nuk e një që bëni. Është vizion objektiv, është fotografia e gjallë që lëviz dhe aty e ke. Kështu që merita më e madhe e Endri Kekos në fillim mbas viteve 90, ndoshta Iliri se bënte do të libër, se do ta anatemonin, do të thoshin ti po bën libër për një komunist, për një njerëz që na ka bërë Shqipërinë kështu me këto vepra të mëdha. Mirë po kaloi koha dhe dekantoi pasioni i madh politik, filluan njerëzit të kthjellohen, u kthjellua dhe Iliri që është një model për archivimin jo të historisë së Shqipërisë, por të familjes së tij. Aty me humor, para se të hynim këtu i thash një miku tonë të përbashkët, sikur edhe një përc të këtë bërë Gjanua, ai e ka të regjistruar. Pra, është një meritë e jashtëzakonshme kjo, të kesh një përkujdesje kaq të madhe për familjarët e tu. Ka rastisur që ata janë njerëz që kanë bërë histori në artin e Shqipërisë, po vëmendja e Ilirit është për tu, unë e kam zili. Doja të thosha për këtë Endrin, kam pas njohje
edhe familjare, edhe kam shkruar unë për Endrin apo jo. E po vërtet. Edhe në impresionet, në kujtimet e mia, kjo ndodhte sepse Xhano me Natashën kam pasur një miqësi të lakmueshme, sigurisht unë në urdhrat e Natashës do vija. Edhe them në mënyrën se si e organizonte, e menaxhonte familja e Kekos, sidomos e nënës. Do krijonte, do improvizonte në ato kushte një miqësi. Ajo miqësia bazë për Endrin ishte rakia. Po dikur në Rinika ishte edhe kitara, prandaj ja mori mendjen Xhanos atje në Moskë. E kinjeu Xhanon, si dartar, shumë mbas bekri, mbas qefit, mbas kitarës, mirë për kjo përforcon atë që, nuk e di, e tha këtu, mos e tha Pirlo, që shumë social në karakterin e Endrit. Prandaj ishin të shumta dhe të paharruara mbledhjet e tij me miqtë e tij të famshëm po themi të dijes, po edhe të rakisë. Kështu që në kujtimet e mia është modeli i kinoregjisorit, që tashmë shoqëria është e emancipuar, që ofiqet që ka marrë zyrtarisht i tejkalon sepse është si një muze i artit të kinemas. Të gjithëve juve ju faleminderit, nuk u jap dot mend, keni më shumë dijes për fushat respektive, po për ekranin më dëgjoni. Shembulli Keko është i pakrahasueshëm. Faleminderit. Faleminderit profesor. Ftoj zotin Ben Andoni si studiues dhe kritik dhe shkrues i parathënies. Përshëndetje gjithëve. Po rezervoj të flas për pjesën filmike dhe do merrem me pjesën me të cilën jam marrë, me pjesën e përgatitjes. Po e rezervoj Ilirit pjesën e punës, pjesën e përgatitjes, dhe po u them pak për metodologjinë se çfarë bëm për të botuar këto. Menjëherë kur kemi marrë materialen, personalisht në kohë kam pasur përcaktorin pioner në lidhje me Endri Kekon. Dhe kjo lidhesh me dy aspekte. Aspektin e parë njerëzor dhe punën që ai po bënte në një disiplinë deri më atëherë pak të prekur në Shqipëri, por as pak të prekur nga burimet mirëfilli shqiptare. Dhe e dyta që ishte pjesa më vështirë, ishte pjesa e zhanrit. Me këtë kemi debatuar shumë me Iliri, sepse për herë të parë kishim jo thjesht një ditar, kishim një publicistik e cila përmbledhte memoare, intervistë, kujtime, ditar të thjesht e tyte. Më në fund me Iliri jam dakord që të ndishim një rrjedhë logjike. Iliri kishte paraprirë me të drejtë datave dhe çuditërisht në të gjallë vetë autori, duke punuar me një logjik gati, sigur e dinte që këto do botoheshin, gati kishte përcaktuar dhe titullin, ditari i një kinoregjisori, dhe në fakt ashtu u la. Zhanri është një zhanër i ndërmjetëm, pak i pa përcaktuar, nuk është mirëfilli ditar, pasi një pjesë janë të botuar dhe bashkosit i dinin, i kishin prekur, i njinin. Dhe kur thash pak më përpara në sensin pioner, ka një rasti që bashkon disa gjëra. Mentori i tij që mua më vjen keq, doja që këtu ta përmendin më shumë, jo thjesht për kontributin e tij për përgatitjen e një grupi shumë të mirë kinasës shqiptar, përveç zotit Keko, bashorten e tij, operator, montazher, po mbi gjitha frymën e madhe që la për vendin tonë. Ilia Petrović Kopani. Çuditërisht rastit pas kanë lidhje në disa momente dhe kështu ndodhe edhe me zotin Keko. Ky pioner i cili ne lidhëm, po lidhesh me një nga pionerët e arritjeve më të mëdha të dokumentarëve rus. Ishte njeriu i cili
dokumentoi Jaltën. Ishte njeriu I cili punoi për Stalinin, kishte punuar, kishte parë Churchillin dhe mbi të gjitha ishte njeriu I parë që punoi për Gagarinin. Shumë vite më vonë sot jemi në një kohë tjetër. Parashtrohet është një film shumë I njohur rus, Koha e pionerëve. Dhe më tërmend të gjitha këto u bashkuan. Dhe koha e një pioneri sot është I parapar me këtë libër që ju keni para syve. Në fakt, përveç ditarit, një nga meritat më të mëdha dhe unë besoj që mund të jetë frymëzim për njerëzit e letrave, ndoshta edhe për kinastët e ri, janë etyde të veçanta ku mund të gjenden fillesat e nimeve shumë të mira. Unë personalisht kam në kokë një element gati Felin tek Zoti Keko, jep një etyt shumë të bukur nga fshati I origjinës së tij, me një projekcion, ai tregonte se si bëhesh perceptimi e artit, të themi vizual, po në formë surreale, të ngjarjeve të ndryshme. Dhe kjo ishte një traditë që brezi ja përcillte brezit, quhesh Karagjuz, unë nuk e di etimologjinë e kësaj fjale, por ishte një nga ato fillesat që kur shikon filmat e mëvonshëm që janë kushtuar jashtëzakonisht kinematografisë, neve mund të jepnim kontributin ton ndoshta edhe nëpërmjet sytheve të tilla. Dhe tjetra është një element I jashtëzakonshëm që e përjetësoi një bashkëdhetar I jon, antar nderi dhe I Akademisë Shqiptare, që më vjen shumë mirë që e ka përfshirë dhe është nga aktivitetet që realisht I bën nder, Zotit Starova, të nderit Starova. Ajo që tha Zoti Milkani me të drejtë, ai shtektimi që sot ka mbaruar, ai shtektimi I kopeve të tëra, në një farë mënyrë jep edhe zhvillimin social, bujqësor, ekonomik të vendit tonë. Sot ai ka humbur fare. Endri Keko mori përsipër me njerëzit e vet që këtë ta dokumentonte. Dhe aty nuk keni vetëm një ngjarje, aty keni një jetë të një vendi që nuk është gati nomad, por është një jeta e një vendi I cili po pulson dhe ke nga njerëzit që kanë kaluar 100 në atë kohë 100 vitet, ke familje të reja që lindin gjatë shtektimit përpos elementeve të tjera. Të gjitha këto kur I mendoj tash më vjen shumë mirë që në fund arritëm të materializonim me këtë botim, patjetër familjes që ka meritën kryesore. Dhe mbi gjitha është zgjidhur ajo që e tha me të drejtë pak më përpara Zoti Shanaj, e I respekt shumë I madh I brezit për brez. Çdo të thotë, ti zgjidh atë pjesën e optimizmit dhe idealizmit. Në disa momente Endri Keko ngjan pak si ngjan tejet naiv, po ishte pjesa e njerëzve që mendonin se do bënin Shqipërinë. Dhe unë mendoj që me këto kujtime ai ka dhënë një kontribut për të bërë Shqipërinë ndoshta edhe në shekullin e 21, në dekadën e 3 që jemi sot. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj Zotin Genc Përmeti si distributor dhe producent. Okay. Do doja ti referohesha një libër që ndoshta një pjesë e mirë e pranishmëve mund ta kenë lexuar, siç është në shpatullat e një gjigant, në shpatullat gigantit të Umberto Ecos, ku ai flet për të bukurën dhe eksperiencën se si ajo transmetohet përmes shekujve, kur ne I referohemi dhe në momentet e caktuara dëshirojmë të bëhemi pjesë e saj, dhe që aty krijohet një marrëdhënie mes të bukurës dhe pasionit I pranimit në radhë parë, po edhe të prezencës në radhë dytë. Jo rastisht e sjell këtë, pasi kur shoh atë trashëgimin vizuale që ka lënë përmes krijimtarisë së tij, Endri Keko, shoh një estetik e cila është shumë e pranuar. Një estetik që gjithë I referohemi dhe në momentet e caktuara dëshirojmë që ndoshta edhe ta huazojmë dhe në momentet e caktuara dhe ndoshta të ishim bërë pjesë e kësaj lloji estetike. Mos harrojmë që edukimi I tij ka qenë, nuk kam nevojë të referohem atyre që kanë folë para meje, një edukim, domethënë një shkollim shumë
shumë dinjitoz, mos harrojmë edhe bashkëpunimin tim me, ndoshta u tha këtu, me regjisorin Ilia Kopalin, i cili kishte sjell një frymë të re në dokumentar, por ajo që dua të vlerësoj shumë më tepër te ky autor, Endrik Keko, është pikërisht stilistikën e tij që ai solli një të re, domethënë krijoi një fizionomi dhe një identitet të tij artistik me një koshiencë plot artistike ku ne shohim se si ai ka krijuar një unitet të tij stilistikor, ku imazhi rrjedh dhe mund të them pa frikë është një lloj poezie e imazhit. Dhe kjo është pikërisht dhe ajo lloj, prandaj do isha ti referohesha dhe shkollimi i tij, ku është një akademi ku kanë dalë edhe emra siç është Tarkovski, që mbahen si poetët më të mëdhenj të imazhit të historisë kinemas, dhe që ky autor pikërisht e ka sjell të poezitë imazhit në mënyrë të papërsëritshme dhe mund të them pa frikë, pavarësisht se nuk flitet shumë sot për dokumentaristin e madh Endrik Keko, është, mund të them pa frikë, ndoshta të më falin edhe kinastët e nderuar që janë këtu, më prezenti në ekranin shqiptare. Pse? Sepse është pa frikë dhe më i vjedhuri. Duhet t'i themi gjërat siç janë. Të heqim dorezat, kur them më i vjedhuri, është më i huazuar nga gjithë televizionet, ku nuk paguhet as e drejta e autorit, këtu nuk e kam personalisht, por e kam në nder të atyre krijuesve të cilët kanë sjell shumë për kulturën dhe memorien vizuale të vendit tonë, por që transmetohen në gjithë televizionet, natyrisht besoj që do vi koha që dhe drejta e autorit do fillojë të respektohet të vend, por që kur them që është i vjedhur më i madh Endrik Keko, ne kemi pothuajse çdo ditë në reportazhe, në emisione, ku kemi imazhet e tij që i ka, siç e thanë dhe autorët, siç e thanë dhe parafolësit, ka bredhur me male, me shkrepa, me brigje, ka bërë aventura nga më të mëdha, pikërisht për të na sjellë këto imazhe me atë qartësi artistike. Është pa frikë autori i cili ka sjell një, siç e thash, trashëgimi të madhe vizuale që ne do i referohemi edhe për brezat e ardhshme, dhe për këtë doja të përgëzoja edhe arkiven, e cila është duke bërë një punë shumë të lëvduar pikërisht në mirëmbajtjen e kësaj vlere kulturore të papërsëritshme, dhe do dëshiroj që së shpejti të kishim dhe atë që quhet Muzeumi of Moving Images, siç e ka një pjesë e mirë e botës perëndimore, dhe jo vetëm, pikërisht për të krijuar hapësirën dhe vendin që meritojnë këta autor. Them që Endrik Keko nuk e ka mbyllur kapitullin e tij në këtë botë. Mund të them pa frikë që do ketë dhe janë akoma ka interes për pikërisht për ato dokumentar të cilët dhe sot që po flasin janë brenda konteksteve kohore, të zhvillimeve kohore, dhe kjo është dhe merita e autorëve të cilët i rezistojnë kohës pikërisht që të jenë pjesë e kontekstit kohor në cilën ne jetojmë. Dhe Endrik Keko e ka këtë, pavarësisht se mund të duken filmat vjetër që janë për vitet 50, 60, 70 deri në vitin fund vitet 70, përsëri ato kanë, për shembull, Flak të Revolucionit, është një film dokumentar i papërsëritshëm dhe unik në historinë e kinematografisë botërore, dhe që shpresojmë që shpejti që të jetë i remasterizuar dhe të gjejë udhën e tij në festivale, pse jo edhe në platformat kudo, ku besoj se tashmë pikërisht mënyra se si janë dhe zhvillimet sot në botë e bëjnë të domosdoshëm që një film i tillë të shihet për të parë, sepse ne nuk mund të gjykojmë, domethënë edhe e ardhme gjykohet edhe duke referuar shkuarës. Ju falenderoj. Faleminderit. Ftoj zotin Aleksandër Qipa si gazetar dhe do analizoj ditarin. Faleminderit. Unë e kam lexuar librin në formën virtuale të vet, se ma dërgoi Iliri. Të them të drejtën, kur kam mbaruar pjesën më të madhe të librit, më shkujtuar një poem i Borgesi që thotë libri është një zgjatimi i kujtesës dhe imagjinatës. Dhe vërtet, përmes këtij libri, unë kam vërejtur se kam krijuar një perceptim tjetër për njeriun dhe artistin Endrik Keko. Ka dy gjëra të cilat janë pjesë, mendoj, shumë e rëndësishme. Në këtë ditar që nuk është ditar, por është një libër i cili profilon jo vetëm autorin, por në mënyrë të veçantë profilon kohën, bashkëkohësit dhe mentorët e vet.
Hendrik Keko, duke folur në pjesën e ditarit për mentorin e tij rus, Ilia Kopalin, flet për një mirënjohje njerëzore e cila ngrihet në nivelin më të lartë intelektual, sepse nuk flet vetëm për aktin dhe procesin marrës-dhënës të mentorisë midis nxënësit ose studentit të vet, por flet për një marrëdhënie njerëzore që krijon dimensionin e njohjes së perimetreve të ndryshme shoqërore që ndanin mentori në vendin ku ishte në perandorinë e atërshme dhe studenti në një vend të vogël. Dhe për këtë arsye, në të premten e 1979-s, kur ndroi jetë Ilia Kopalin, në ditarin e vet, Hendrik Keko jo vetëm që gjen një mënyrë shkrimore për të adresuar jo vetëm me mirënjohjen si një nga virtytet njerëzore dhe fisnikëria vetjake që mbarte ai, por në mënyrë të veçantë për kufizimin e veçantë për mentorin e tij. Aspekti i dytë ka të bëjë me mënyrën se si është ndërtuar ky libër. Në fakt, është një mënyrë që mua më ka dhënë një leksion për sa i përket marrëdhënies aq komplekse që ka njeriu me kohët që jeton. Dikur i madh, duke folur për kompleksin që kishim ne të pas viteve 90 për kohën e tij, më pa thënë, Sander, njeriu bën vetëm një kohë, të mirë ose të keqe, atë kohë bën. Dhe në atë kohë ai ka mundësinë të lërë vetëm një vepër. Ju nëse do merrni përsipër të retushoni apo të krijoni modelin e ilustruesës së kësaj kohe me logjikën dhe konjunkturën tuaj, ju do të gaboni për veten, sepse ne nuk na ndryshoni dot, dhe aq më tepër kohën në cilën ne e lam punën tonë. Pikërisht duke lexuar këtë libër, unë e kam rikthyer këtë epistolat, i cili është shumë i rëndësishëm për marrëdhënien kontribuitive të një intelektuali me veprën e vet, të cilën e lë pavarësisht nga kontekstet, konjunkturat dhe aq më tepër sistemet politike. Dhe pjesa tjetër që më duhet ta them, ky është një libër që sjell një profil të plot të një intelektuali dhe kapacitetit lartë, një kontributori në jetën shoqërore të vendit. Del dimensioni i operatorit të tij, por mbi të gjitha del dimensioni i luftëtarit të luftës së dytë botërore. Dhe këtë gjë duhet ta marrim në konsiderat. Dhe kjo do të thotë që shpirti i tij i aktivistit shoqëror dhe jo vetëm politik ishte një burim i rëndësishëm i formimit dhe i lidhjes genealogjike që kishte me fatin e kombit dhe të shoqërisë. Dhe në këtë pjesë, libri është strukturuar në një mënyrë të tillë që më bëri përshtypje. Del kontributi i tij si kinoregjisor, pastaj si regjisor, si skenarist, si publicist, madje, meqense jam në fushën time, më duhet ta them që kontributi i Hendrik Kekos në publicistikën shqiptare ka të bëjë me disa lëmi, me memorialistikën, ka të bëjë me artikuj që lidhen me artin dhe kryesisht formën estetike të servirjes së artit, me marrëdhënie që ka arti me kontributit në aktualitetit shoqëror, dhe pjesa tjetër mendoj unë që ka të bëjë, dhe që evidentohet aq shëndësishëm te ky libër, ka të bëjë me kontributin e tij si një nga kontributorët e fototekës shqiptare. Në këtë libër gjen disa fotografi që janë autentike, dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për ciklin e fotografive nga Lëzgushi, por edhe për emra dhe personazhe të njohura ndër gjeneratat njerëzore të shekullit të shkuar. Dhe fundi që duhet them, është një lëvdim që duhet ja bëj miku tim të shtrenjtë, Ilir Keko. Të themi të drejtën, në këtë familje krijohet një koncept autentik për ekzistencën e dinastisë, sepse të gjithë pjesëtarët e kësaj familje janë të një kontributi me rezonim gjithkombëtar dhe më shumë se aq. Dhe për të realizuar në memorialistikën familjare një shërbim të tillë, faleminderit, nevojitet jo vetëm një kulturë, një njohje kaq e posaçme dhe rigoroze si ajo që ka Iliri, dhe në mënyrë të veçantë të respektohet parimi i arkivizmit familjar. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj zotin Shaban Sinani si studiues dhe mik i familjes. Mirdita, faleminderit që më dhatë mundësinë të them pak fjalë, si besoj njëri prej të fundmëve si brez që ka pasur mundësinë të njohë Hendrik Kekon, jo vetëm për së largu përmes ekranit të madh dhe të vogël, por edhe në rrethana familjare, jo për në një merit timen, por sepse unë kisha shansin të isha një prej dy miq, thuhet edhe më shumë, po na im zota që është aty në fund, dhe unë themi dy miqve më të afërm që kishte Dori në universitet.
Dhe kjo më kishte dhënë mundësinë që të hyja në familje si mik i shtëpisë dhe ishte një luks i madh për mua sigurisht. Ishte shumë e lehtë për të komunikuar me Xhanon, unë e kisha pak më të vështirë për të komunikuar me Endrin, sepse gjithnjë ishte hija e madhështisë së njeriu që kishte lënë një gjurmë në shumë vite, por ai kishte cilësinë e jashtëzakonshme që ta bënte, duke të kushtuar vëmendje, ta bënte bisedën shumë të bukur dhe komode. Dhe gjithnjë e kam të fiksuar në mendje me atë buzëqeshjen e kursyer që nuk i ndahej asnjëherë, përveç buzëqeshjes që vinte situatë mbas situate. Kam pasur përveç ti shansi që të hyj në familje si mik i dorit ton të paharruar, edhe për shkak një herë të vetme, për shkak të detyrës. Unë isha gazetar në Zërin e Popullit atëherë, sapo kisha filluar dhe mendoja se mjafton të shkruash bukur dhe kjo është kryesorja, dhe me këtë mendje, së bashku me Dorin i kërkuam Endri Kekos që të shkruante një artikull në 40 vitorin e rënjes së Fuat Babanit, duke i theksuar se mund ta shkruash lirisht fare çfarë të kesh në mendje. Dhe përgjigjja e Endri Kekos ishte që çfarë kam unë në mendje ju nuk mund ta botoni në Zërin e Popullit. Dhe kjo më krijoi një intrigë, detyrimisht do ta pyesja nëse do të ishte e arsyeshme prej tij që të më jepte përgjigje, dhe përgjigja që kjo. Nëse ky është artikulli, nuk është artikulli që dëshironim, kjo është artikulli në variantën e botuar, dhe prej tij mësova një episod i cili është përshkruar shumë bukur në ditaren që sapo kemi marrë në duar. Episodi është ky, që në ditën në mesnatën e vrasjes së Fuat Babanit, që kishte bërë shkollë ushtarake, njëri nga armiqt, njëri nga pjesëtarët e ushtrisë fashiste e kishte mësuar që shoku i tij ishte vrarë, dhe në mesnatë me iniciativën e tij Fuat Babani zhvarroset, i bëhen nderimet ushtarake dhe rivarroset. Sigurisht që kjo nuk mund të botohej atëherë në Zërin e Popullit, sepse quhej armiku me vlera pozitive, nuk mund të ishte, armiku duhet të ishte me të gjitha armik. Unë nuk e përmenda këtë episod thjesht që të provoj se e kam pasur këtë privilegj që të jem në pjesë e familjes Keko, po për të thënë se ky është një ditar i shkruar me ndershmëri, dhe për këtë merita i takon Endri Kekos, por dhe i botuar me shumë ndershmëri, dhe për këtë merita takon ty Ilir dhe Benit, nuk e di është Beni këtu, dhe Ben Andoni, që kanë përgatitur këtë botim, shumë të besueshëm, pa asgjë të tepërt. Profesor, nuk duhet ta kemi fare frikën e ngjyresës ideologjike, unë për vete nuk e vërejta, përkundrazi, gjatë gjithë kohës që kam lexuar këtë ditar, kam menduar se mund të shkruhej nga Endri Keko dhe vetëm nga ai, sepse Endri Keko ka pasur këtë pasuri jetësore sfidante që na vjen në duar përmes këtij libri, edhe na vjen jo vetëm në formën e, siç e tha Çipa pak më parë, jo vetëm në formën e një trashëgimie të së shkuarës, por na vjen edhe në formën e rekomandimeve, se së paku me leximin e parë 5-6 tema për master dhe doktorat i kam gjetur që mund të rekomandohen prej këtij libri, duke filluar prej tipologjisë të llojeve dhe nënllojeve të gazetarisë televizive, gazetarisë kinematografike, historisë së zhanreve, e duke vijuar mëtej deri tek gazetaria e terrenit, për shembull, ku Endri Keko jep një model të papërsëritshëm. Unë nuk e them me mërzi që brezi i sotëm, nëse do të pyes pse unë nuk mund të jem si Endri Keko, duhet ta ndaj mendjen që nuk mund të jetë nëse nuk do të jetë i sakrificës, të shkoj dhe të rri në Asim Zendeli me burrat që pihen për 1 orë, dhe pastaj ekipi i kinemas ka rastin e revanshit, po të shkoj dhe të provoj se si bëhet një dokumentar në Dukagjin ku kufitari nuk pranon që të luaj rolin si figurant, sepse
ai thot çfarë kam pas për të bërë, kam bërë kur ka ndodhur ngjarja, s'mund të përsëris, s'mund të bëj rolin e aktorit. Pasuria e këtij ditari është e jashtëzakonshme. Unë them se kemi profesorat bazën këtu, më duket, po këtu është një histori e kinemas dokumentare, do të jetë e pamundur të shkruhet pa librin e Endri Kekos. E falenderojmë atij ku është që na e bëri këtu dhuratë dhe ju falenderojmë edhe juve që e përgatitët me kaq përgjegjësi. Faleminderit. Faleminderit. Dhe së fundi ftoj birin, Ilir Keko, në emër të familjes. Jam shumë i nderuar dhe njëkohësisht i emocionuar që zhvillohet ky aktivitet. Përfitoj nga rasti për të falenderuar Akademinë e Shkencave dhe Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit për vlerësimin që i bën figurës, sepse duke organizuar një aktivitet të tillë praktikisht është një vlerësim për figurën. Ndërkohë gjithë pjesëmarrësve që janë këtu jam shumë mirënjohës, pa diskutim dhe folësve të cilët ndërtuan figurën e regjisorit Endri Keko. Jemi sinqert, unë sot ndihem shumë mirë, edhe se mund të jemi emocionuar, prapë ndihem shumë mirë për një arsye të vetme, se kam hequr nga supet një gur të madh dhe të rëndë që e mbajta për 35 vite. Nuk thon kot që amanetin nuk e tret as dheu, kështu që atë ditar të cilin ai e nisi me shumë dëshirë dhe kënaqësi për ta bërë prezent nga mira faqe shënime që disponoj edhe sot në arkivin e familjes, unë pas ikjes së tij nga jeta vendosa që ta publikoj. Por, siç e kam thënë dhe në shënimin tim në hyrje të librit, kam qenë gjithnjë në dilemën e madhe mes jos dhe pos, sepse gjithnjë sa herë ktheja kokën nga ditari, gjithnjë mendoja a është e përgatitur shoqëria shqiptare psikologjikisht dhe politikisht për ta pranuar kohën e komunizmit me të vërtetat e saj. Dhe gjithmonë fitonte joja. Por me kalimin e viteve, kur po afronte edhe 100 vjetori i tij, unë vendosa të mos e dëgjoj më veten time, por të respektoj amanetin e Timeti dhe ta sjell për lexuesit në këtë përvjetor. Presoj që ai të jetë në të njëjtën kohë dhe një dokument apo një homazh për të gjithë ata njerëz me të cilët ai punoi dhe bashkëpunoi në vite, sepse puna e krijimtarisë artistike është një punë aq më tepër e filmit që nuk është individuale, duhet të punosh me skenarist dhe këtu gjej rastin të bëj një homazh të madh për 3 nga kolonat me të cilët ai bashkëpunoi në vite. Skenaristin apo gazetarin e jashtëzakonshëm Sofokia Fezolli, me poetin Llazar Siliqi dhe njëkohësisht poetin dhe shkrimtarin Drejtor Agolli. Po ashtu për mjaft nga operatorët me cilët ai i ra kryqe tërthor Shqipërisë, që nga i pari Jani Nano, Ember Radh, Petraq Lubonja, Saim Kokona, e mjaft të tjerë që tani me siguri do t'i harroj. Ashtu siç duhet të vazhdoj të përmend në listë, por po e lë listën sepse listën e ka bërë vet ai dhe në përvjetorin e fundit të kinematografisë që ai jetoi, i ka përmendur me emra të gjithë bashkëpunëtorët e tij në vite.
Edhe një herë ju falenderoj nga zemra dhe ju jam shumë mirë njohur. Po, ju lutem 2 fjalë nga një bashkëkohës i Timeti, zoti Abaz Hoxha, ish drejtori i arkivit të Kinostudios, një historian i famshëm i historisë së kinemas. Unë erdha për të dhuruar të libër. Të flasësh për baban tënd, mund të flasësh shumë gjatë, jo vetëm si themelues i kinematografisë shqiptare, të filmi dokumentar, por si një artist shumë dimensional. Mbi të gjitha suksesi ju përmendet suksesi i Endri Kekos në filmat e tij, është në radhë parë se u lidh me personalitetet të shquara të letërsisë, Sofoklia Pezollin, Lazar Siliqin, Drejtëroa Gollin e tjera. Një nga cilësitë e Endri Kekos ishte e veprës së Endri Kekos ishte optimizmi, ishte dashuria për temën dhe për njerëz që trajtonte. Ndërtoi një raport të drejtë midis veprës dhe njeriut duke i dhënë prioritet njeriut. Ai në filmat e tij kishte një frymë poetike. Në të gjitha filmat e tij sundon kjo frymë poetike. Ka disa veçanti që unë nuk do të flas gjatë për arsye se i kam trajtuar në këtë libër, janë që ai pati një ashtu të jashtëzakonshme në rivendosjen e fakteve të historike për ata dokumenta që nuk ekzistonin, në përdorimin e dokumentit dhe rivendosjen e fakteve. Nuk po flas gjatë, është historia e filmit kronikal dhe dokumentar shqiptar, ku është një analizë më e gjeruar e veprës së Endri Kekos dhe të bashkëtorëve të tij. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Ishte kënaqësi që bashkëndam të gjithë kujtime, le të themi, dhe vlerësime për ditarin e një kinoregjizori. Kështu që ju ftoj të gjithëve të trukasim nga një gotë në koktejlin ton dhe të gjithë në emër të yllit që sot e kemi në qiell. Një faleminderit të madhe për këtë krijimtari të madhe dhe që do jetë i përhershëm, i përjetshëm pranë nesh, kështu si kundër e kemi dhe sot.